miri do të flasin qytetarët dhe më së miri ata I gjykojnë veprimet tona politike. Së pari ju e dini shumë mirë që e kam theksuar në vazhdimsi që nuk ka pasur asnjë nevojë që vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, por është dashur që të bëhemi bashkë dhe ta zgjedhim presidentin e vendit në mandat 5-vjeçar. Por për shkak të mungesës së vullnetit politik të partive opozitare, kjo nuk ka qenë e mundur që të bëhet. Tani, ne kemi një ditë të zgjedhjeve, pra jemi në një proces zgjedhor. Zgjedhjet në Republikën e Kosovës mbahen në 7 qershor. Prandaj janë qytetarët e Republikës së Kosovës ata që do t'i vlerësojnë veprimet e partive politike ose të individëve brenda partive politike. Njësoj ka ndodhur edhe në dhjetorin e vitit 2025, njësoj do ndodh edhe më 7 qershor të vitit 2026. Me qemi pra në prag të këtyre zgjedhjeve, më së miri do të flasin qytetarët dhe më së miri ata I gjykojnë veprimet tona.